Dhe në njërën nga këto qelit që është në anën time të djathtë, a i ka ndruar jetë, ku është gjetur nga një roje i burgut. Ishin vitet e 90-ta, ku në krye të Ish-Jugosllavisë si federat, erdhi Serbi që tashmë njihet si kasapi i Ballkanit, Slobodan Milošević. Me të ardhur në krye së parit të Serbisë, e më pas edhe të Ish-Jugosllavisë, nisën luftrat në Ballkan, ku disa nga republikat si Kroacia, Bosnia u përballën me invazion ushtarak nga Serbia, e cila nisi të kryej edhe krime. E krimet më monstruoze janë ato të kryera në Bosnia. Pas këtyre dy javë, luftrat serbe në Ish-Jugosllavi nisën edhe në Kosovë. Pas kryerjes së krimeve, Serbia u përball me bombardime, pasi që më parë u kërkua nga Bashkia Ndërkombëtare që ajo të ndalonte luftrat. Mirë po, nuk dëgjoi dhe bombardimet nisën. Pas më shumë se 70 ditë, Serbia u dorëzua dhe pranoi kapitullimin dhe tërheqjen e forcave paramilitare ushtarake serbe. Duke pa që Serbia nuk po ndalej, Bashkia Ndërkombëtare formoi Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë dhe OKB-ja ishte vendi ku dha vota që kjo gjykatë të jetësohet. Pas kësaj, prokurorët e asaj gjykate nisën të përpilonin aktakuzat ndaj krerëve të Ish-Jugosllavisë. E në krye të këtyre aktakuzave ishte Slobodan Milošević, i cili veç në vitin 2001 nisi të përballej me këto akuza dhe nuk shkoi gjatë. Me 1 prill të vitit 2001 ai u arrestua në Beograd nga autoritetet serbe, më pas u transferua në Tribunalin Penal të Hagës me 29 qershor të vitit 2001 dhe më pas nisi gjykimi ndaj tij. Mirë po, Slobodan Milošević nuk arriti që ta përjetoj gjithë gjykimin dhe më pas ta merr edhe dënimin si kriminal lufte, sepse në vitin 2006 ai ndroi jetë si pasojë e një sulmi në zemër. Dhe në njërën nga këto qelit që është në anën time të djathtë, ai ka ndruar jetë, ku është gjetur nga një roje i burgut. Dyshimet nisën se ai edhe ndoshta nuk ka vdekur. Mirë po, si pas ekspertizave ndërkombëtare dhe atyre publike që u raportuan më pas, doli që ish kasapi i Ballkanit, presidenti i Serbisë dhe ish Jugosllavisë ka vdekur si pasojë e një sulmi. Ky sulm e pamundsoi që e gjithë bota ta kuptoi se Slobodan Milošević jo vetëm që kishte dhënë urdhër, po sipas aktakuzës që e kishin ndërtuar, ai kishte planifikuar, po ashtu edhe kishte dhënë urdhër që shqiptarët apo bosnjakët dhe kroatët të vriten, të dëbohen, të masakrohen. Dhe aty përfundoi saga. Shqiptarët nuk u ndjen edhe rehat, sepse nuk e pan as seancën e fundit ku do të rahej Çekiçi dhe do të dënohej Slobodan Milošević si kriminal lufte dhe i shtetit që tashmë e ka marrë emrin Serbia, shtet që ka kryer gjenocid.